të kauzës që unë mbrojta, të Sali Berishës dhe betejës tij për dignitetin njerëzor. Unë duhet të garantoj ju, të siguroj se e cilin për jush, se unë ndërmora këtë betejë në të vështirën e jetësime në disa aspekte, por e ndërmora atë për të mbrojtur si dignitetin tim dhe dignitetin e të gjithë atyre miliona shqiptarëve, të cilët në dekada kishin votuar Sali Berishën më shumë se çdo politikan tjetër të këtij vendi. Në këtë kuadër, unë besoj se bëra detyrën time si njeri për jush, dhe për ta mbyllur këtë, duke falënderuar edhe një herë përzemërsisht administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Rubio për korrigjimin që i bën një vendimi funde krye të padrejtë, ju ftoj të mobilizojmë të gjithë energjitë tona, të bashkohemi në misionin tonë të madh, rikthimin e votës lirë të shqiptarëve dhe të ardhmës së merituar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Të dashur miq, prej 13 ditësh, Tirana dhe Shqipëria po njohin lëvizjen rinore qytetare më të jashtëzakonshme, më të pa precedent, më madhështore në historinë e tyre. Kjo lëvizje në thelb, në esencë, e cila filloi për shkaqe dhe ndjeshmëri, qoftë të drejtash njeriut, zvarritja e banorit në Zvërnec në mënyrë shtazore, mungesa e plotë të transparencës për çdo gjë, për çdo zhvillim në atë vend dhe telat me gjëmba, kjo lëvizje në fakt është lëvizja më e fuqishme që po përballet me diktaturën autoritare të Edi Ramës, narkoshtetin e tij. Kjo lëvizje që ka në brendin e vet guximin më të madh të kombit shqiptar, mbarësit të cilit janë të rinjt shqiptar. Ka në brendin e vet ndërgjegjen më të lartë kombëtare për të çliruar nga një regjim autokratik, i cili ka shtruar zgjedhjet në farsë zgjedhore, i cili arreston në vitin elektoral opozitën, krerë të opozitës, një lloj si Zajedi i Tunizisë, i cili ka shtruar administratën në terrorist politik të votës së shqiptarëve, i cili ka vjedh me organizatën e tij kriminale miliarda euro dhe mund të jetë sot me pasuri prallore të fshehura. Mos harroni një gjë se një raport i OSBE-s deklaroi në vitin 2014 se Edi Rama ka të fshehura në bankat offshore 200 milion euro.
dhe këto të siguruara të gjitha si kryetar bashkie me leje të ndërtime të tjerë, imagjinoni tani kuaj në pjatë vendosit gjithë Shqipërinë se sa ka. Imagjinoni. Imagjinoni tani se sa merr ai vetëm me portin e Durrësit, i cili është një pasuri publike barabartë me rreth 4 miliard euro dhe shtron në Dubai City në 1.001 netëve të tij. Imagjinoni ju se sa ka ai, sa ka marrë ai me rrugë që ndërton me çmime 6 dhe 8 fish, 10 fish më të larta se në Bashkimin Evropian. Sa ka plaçkitaj me akshin e tij, ku projektet disbursohen për kunatin e bashkëshortes 100% në një kohë kur punimet janë 0 ose afër zeros. Kjo proteste fuqishme qytetare është proteste bekur nga Zoti. Rinia shqiptare u ngrit për të gjithë vëllezërit, motrat, bashkëmoshatarët e vet që morën rrugë të dheut dhe ëndrrën e tyre rinore, individuale dhe familjare, sepse Shqipëria nuk u jepte streh për ëndrrën e tyre. Të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë po protestojnë sot sepse shkollat janë katandisur dhe ka një rënje të tmerrshme të turpshme në pikjat, sepse prindërit e tyre marrin pensionet më qesharaka apo rrogat më të ulta në Europë, sepse spitalet e Shqipërisë janë spitale të botës jo të tretë, po të katërt, me mungesat më elementare, se tërë këto politika në vërtet përbëjnë një genocid të mirëfillt, të heshtur të kësaj qeverie ndaj shqiptarëve. Duke përfunduar, unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë si me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështesë këtë protestë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Ajo është një protestë, askush të mos përdor një pretekst, asnjë pretekst nuk ka të drejtë të përdoret për mos mbështetjen e tyre. Mos harroni se ajo protestë është tej partive politike. Në atë protestë ka qytetarë që s'kanë qenë kurrë në partitë politike, ka të ri që s'kanë qenë ndonjëherë në forumet e partive politike, por ka dhe dhjetra, qindra, mijëra antarë të forcave politike, të qendrës djathtë dhe të majta. Dhe natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të erësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Ndaj dhe ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator autoritar, qeverisë në stilin e etërve të tij. Do të më falni, e patjus mitimun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër, de facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi
fundin e partisë krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Ndaj edhe ata qytetarë kanë nevojë të jashtëzakonshme për mbështetjen e çdo shqiptari. Nuk duhet që slogane me protagonist opozitën e opozitës apo grupuskula të caktuara të dekurajojnë në asnjë mënyrë. Opozita e opozitës është vegël e qeverisë, po ju garantoj që nuk është gjë tjetër vetëm si ajo miza në shpinën e kalit, si thot Deni Diderot, që beson se e tërheq karrocën, po atë karrocë e tërheqin atë uragan, e tërheq përgjegjësia dhe ndërgjegjja qytetare e trive dhe qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Albanian Americans. Doktor, heqja e sanksioneve për interes kombëtar të SBA-ve është një logjik diplomatike e përdorur në rastet veçanta. E kemi parë tek Mandela apo tek Narendra Modi, kryeministri i Indisë. Pra afërmendsh nuk është për arsye shëndetësore, por përdoret kur personi kontrollon një proces të rëndësishëm politik. Duhet marrë pjesë në negociata dhe ka rol në stabilitetin e vendit. Pra, në lidhje me Mandelën, arsyet e dizenjimit ishin të ndryshme, por logjika diplomatike është e njëjtë siç u pa më vonë. Mandela takoi presidentin e vendit, u konsiderua si aktor i rëndësishëm politik dhe pati vizita të shumta në Washington derisa u shpall president, po ashtu dhe Modi i Indisë. Ka diçka që nuk na e thoni, pra ndonjë ftesë të nivelit të lartë që lidhet me personin tuaj? Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë ndjehem shumë mirënjohës ndaj të gjithë shqiptarëve amerikanëve dhe miqve të mi amerikanë që më dhanë mbështetje të fuqishme. Por duhet të jemi realist. Modi u hoq kur u bë kryeministër i vendit të dytë apo vendit të parë më të madh në botë në popullat. Mandela kur u bë simbol i qendresës njerëzore. Por në dallim nga të gjithë të tjerët, Sali Berisha zgjodhi një rrugë tjetër. Zgjodhi gjykatën. Pa dita për shpifje, sekretarin e shtetit, i cili me vendimin e tij, pa asnjë bazë, lëndoi dinjitetin tim. Tani do kërkoj durimin tuaj të bëj një shpjegim. Në qoftë se kthehemi në vitet 80, Sali Berisha ka qenë një kardiolog i apasionuar, shumë i apasionuar, i dashuruar shumë pas profesionit të tij, por ka qenë dhe një studios me publikime origjinale serioze ndërkombëtare. Ka qenë pra një mjek me zero ambicie politike. Vendimi i Sali Berishës për të kundërvënë regjimit në mënyrë absolute nuk kishte asnjë qëllim pushtetin. Sepse e dija mirë që regjimin me cilin do të përballesha kishte çdo fuqi që brenda një minute të më tregonte vendin mua për gjithmonë. Po atëherë, pse e mora unë atë vendim? Atë vendim e mora për dinjitetin tim. Duhet të jem shumë i sinqert.
sepse unë nuk mund të pranoja më duplicitetin, l'uomo duplex, që na ishte imponuar në diktaturë, që tjetër të mendonim dhe tjetër të thonim në kolektiv. Nuk mund të pranoja kur të qëndroja indiferent, të pranoja atë tirani urie, tiranin e urisë, që nuk ekzistonte në asnjë vend tjetër ish komunist si në Shqipëri. Kur them tirani urie, unë jam mjek dhe unë konstatoja çdo ditë smundjet e urisë kronike të qytetarët shqiptarë, e deficitit proteinik. Nuk mund pranoja atë izolim të tmerrshëm të një kombi që nuk e pranon izolimin, pra të gjitha këto së bashku kishin bënin me dinjitetin tim. Dhe unë çdo ditë që qëndroja në duplicitet, nuk isha ai që duhet isha. Dhe atë vendim e mora, historia e zhvillimeve dihet më vonë, po unë qëndrimin tim, shkrimet e mia, prononcimet e mia, kishin lidhje vetëm me një gjë, të bëja atë që s'kisha bërë. E vërteta është sa ai vendim më mori disa vite mua. Nuk ishte vendim i lehtë, jemi hapur miq. Kisha fëmijë, kisha kompleksi rrethana familjare, nuk më lejoi që ta mirja më shpejt. Mund ta mirja, po për vete, po ama duhet mendoja në kompleks. Kurse tani kaq vite më vonë, pasi isha pothuajse krejt i tërhequr nga jeta politike përveç se interesit kombëtar. Ai nuk lëshohet kur gjerë minutën e fundit. Edhe në varr po të mundesh duhet ta mbrosh. Asgjë tjetër nuk mërsha. Tani Edi Rama me mentorin e tij gjetën si rrugë për të më skualifikuar mua dezinjimin nga njeriu që më kishte lavdruar më shumë se kushdo tjetër në botë për luftën e suksesshme kundër korrupsionit. Ai është, të shihni, shkoni merrni minutat e takimit tim kur ka qenë top advisor tek zëvendës presidenti Biden. Kështu që dhe këtë duhet të mbroja dinjitetin tim. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosur çdo gjë time në funksion të saj. Tani përsëri. Por kjo nuk më deshi vite. Kjo më deshi jo më shumë se gjysmore. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi një thënie. Zot, mbrona nga miqt, se nga armiqt ruhen vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsërisë vetës 100 herë dhe zgjodha gjykaten si rrugën e nderit për t'u përballë. Kjo natyrisht zgjoi reaksione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres t'i takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. Faleminderit. Muarrem Kurti, doktor përshëndetje, uroj që t'u thoni sa më shpejt drejt Amerikës. Pyetja ime është, protestat siç duket do ta rrëzojnë regjimin e Ramës. Doktor, ju dhe stafi juaj duhet keni qeverinë në hije që edhe elektorati ta di se nga kush do të qeveriset. Faleminderit. Muarrem, në qoftë se më pyet mua lidhur me udhëtimin, unë ju falenderoj, por natyrisht nuk kam një agjendë të shpejt, por pres me kënaqësi kur të organizoj një udhëtim timin në këtë vend të madh mik, por me qenë se ma thua këtë, prap po të rikujtoj. Me datën 13 mars të 91-shit, unë kam udhëtuar për herë të parë drejt Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Shtetit dërgoi një person që të na shoqëronte, na mirë të ta shoqëronte për të qenë të pranishëm në
për të qenë të pranishëm në ceremoninë e rivendosjes marrëdhënieve diplomatike. Së bashku me mikun dhe të njerin Gramos Pashko. Por gjatë fluturimit në avion, më zhduk vetja më fatlum se kur. Sepse tashmë kryetari i opozitës shqiptare udhëtimin e parë ndërkombëtar po e bëja drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që udhëheqja komuniste kishte bërë drejt Moskës. Pra, unë po e bëja drejt aleatëve, miqve të mëdhenj natyral të shqiptarëve, ata e kishin bërë drejt armiqve të kombit shqiptar. Kështu që nuk është lëkum asgjë në ndjejat e mia ndaj kombit madh të lirisë dhe vendit mik. Këto desha të shtoj me këtë rast. Lidhur me proteste, e drejta është ajo. Muharrem, cili do që pyet për shanset e kësaj proteste, duhet të pyes veten, miqësisht e shtoj. Çfarë po bëj unë për suksesin e saj? Unë ju them që shanset e saj për sukses janë jashtëzakonisht të mëdha. Por përsëri ju them që për të arritur suksesin që meriton, duhet që çdo shqiptar i vetëdijshëm për këtë situatë duhet të jap ndihmën dhe kontributin e tij. Ftoj sidomos të rit e zonave rurale, të cilë lodhen gjatë ditës, të cilë gjerësin gjatë ditës, përsëri, pas punëve që bëjnë, le të vërshojnë drejt Tiranës të bashkohen kësaj proteste se i garantoj se është investimi më i madh që bëjnë për të ardhmen e tyre. Duhet kemi një qeveri me hije ne, si alternativë. Zhvillimet i ndjekim me shumë interes. Nuk është një proces, do me thënë, si që vlerësoj unë, e domosdoshme është nga kjo lëvizje të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet të jetë misioni, se unë jam i bindur që ata janë qytetar me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protestë, meqense bulevardi është çdo ditë, ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve të mbështetësve të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Gjeni Kodra, zoti Berisha, politiko e Brukselit sapo ka votuar një shkrim kur Rama thot se janë më të rëndësishëm investitorët e huaj se sa shqiptarët. Cili është komenti juaj? Në fakt, nuk e kam lexuar, po kjo është një gjë e tmerrshme, domethënë. Kjo është logjika e atij që do të shumë fishojnë me çdo kush miliardat e veta. Po një Shqipëri pa shqiptar do ishte akti më i madh i tradhtisë kombëtare të gjitha kohrave. Dhe e vërteta është që unë e kam thënë me dhjetra herë se platforma politike e Edi Ramës në Shqipëri ka larguar shqiptar nga Shqipëria 2 herë më shumë se sa platforma e Vaso Çubrilovicit në Serbi. Mund t'ju jap me dhjetra shembull. Mund të imagjinoni ju një kryeministër që në kulmin e rritjes së çmimit të naftës ju heq fermerëve subvencionin për t'ja u lanë tokat djerë,
për detyruar që tikën shkojnë punojnë tokat e tjerëve. Ky çpopullimin e ka politik. I përshnes ata që i quajnë shtatin bosh tek dera e kryeministrisë, sepse janë miliona shtretër bosh të lënë gjatë këtyre 10 viteve. Vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian kanë emigruar gjatë 10 viteve 1.099.000 shqiptarë. Pra, 1.099.000 shtretër nuk janë ma, janë bosh. Janë bosh. Dhe s'pas ka të deklarosh një gjë të tillë, është një urrëtie pakufishme dhe çmenduri. Arif Ballkameni. Doktor, protesta sot shënon ditën e 14 të saj. Mendoni se duhet marrin pjesë demokratët kur dëgjojmë dhe thirrje kundër Partisë Demokratike? Ne kemi 13 vjet rrugëve dhe se kuptoj këtë logjik proteste. Dakord, shënjestrohet Rama. Mos ka ndonjë tentativë për të kapur protestën nga vetë Rama apo veglat e tij? Alit? Arif. Të falenderoj për pyetjen. Mendoj se edhe një herë, lutja dhe këshilla kërkesa ime është çdo demokratë dhe demokrat vendin e kanë atë protestë. Vendin e kanë atë protestë. Është protesta më qytetare. Dhe Arif, në qoftë se themi është protesta më qytetare, do të thotë që është protestë jashtë partive politike. Po mirë mund të më thuash, çfarë mund të ndodhë? Po, është fibra qytetare, është përgjegjësia qytetare. Janë 10 mijëra dhe herë 100 mijëra qytetarë që ngrihen në lartësinë e përgjegjësisë që kanë ndaj vendit dhe kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Tani, për sa u përket sloganeve kundra nesh, janë absolutisht qytetarit janë të lirë të thonë çdo lloj slogani që duan, sepse ata janë të pa diskutim të përkatësive të binive të ndryshme e tjerë me radhë. Por, ata që i dirigjojnë, ata që përpiqen ti manipulojnë, ata janë mjeran, janë opozicë vegël e qeverisë. Ignoroni dhe mos tentoni me asgjë, mos keni asnjë impresion nga ato slogane. Nuk duhet, miku im, që gjethet na pengojnë për të pa trungun e mrekullueshëm, të bëjmë gjithçka që kjo lëvizje të triumfojë. Është lëvizja më qytetare që kemi patur ndonjëherë nga 90-ta deri sot. Shoqëri Myrtollari. Doktor, përshëndetje. Banorët e Rjollit vazhdojnë betejën e tyre për mbrojtjen e pronave dhe sot mediat raportojnë se ata kanë hedhur poshtë edhe gardet rrethuese të vendosura në zonë. Duket se frika është vrarë tashmë dhe qytetarët po zgjedhin rezistencën e hapur për të mbrojtur atë që e konsiderojnë pronën e tyre të trashëguar brez pas brezi. Protestat në Rjoll kanë hyrë në një fazë të re, me banorët që deklarojnë se nuk do të tërhiqen nga kauza e tyre. Si e komentoni këtë kauzë dhe a mendoni se çështja e Rjollit është kthyer tashmë në një simbol të betejës së shqiptarëve për mbrojtjen e pronës private përballë asaj që protestuesit e konsiderojnë si padrejtësi dhe grabitje me ndihmën e shtetit? Shoqëri. Së pari ne qëndrojmë për respektim në plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemen gardhe, as të vendosën tela me gjemba. Pse shoqëri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj
detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanit. Detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën t'i përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest disa ditë të banorëve tek shkolla teknologjike kur po ndërtonim Unazën e Tiranës, dhe absolutisht pasi u paraqit u studiua kërkesa e tyre, atyre ju dha me njëherë të drejtë, ju garantua shpërblimi me vlerën e tregut dhe nuk ka ndodhur në një protest tjetër, ndonse ka patur shpronësime për ndërtime publike të pa diskutueshme që ka patur, nuk them se s'ka patur, se rruga kalonte aty ku kishte edhe pronë private dhe pronë publike. Kështu që është, për mua, është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për pronën. Geraldina Kola, përshëndetje doktor, ju keni bërë thirrje për një revolucion paqësor kundër kësaj qeverie. Duke parë se protestat e qytetarëve deri tani janë zhvilluar pa asnjë të arrestuar, pa asnjë xham të thyer dhe pa asnjë gur të hedhur ndaj institucioneve, a mendoni se kjo është pikërisht forma e reagimit qytetar që keni kërkuar prej kohësh? Mendoj se kjo është forma më paqësore e reagimit qytetar. Geraldina, ka një risi të një rëndësie të jashtëzakonshme në këtë protest. Në bulevardin dhe rrugët e Tiranës u vra shtriga frikë. U vra frika nga të rinjtë dhe qytetarë shqiptarë. Dhe kjo e bën absolutisht të pashpresë Edi Ramën. Ndaj dhe njëherë, çdo shqiptar ka një moment historik të jap një dorë, të jap një krah suksesit të kësaj lëvizje. Si qytetar, jo si partjak. Kjo nuk është vizje partjake. Kjo është vizje qytetare, jashtë partive. Të i kalon kufit e partive, duhet kemi këte vetëdije, pra duhet ta mirëpresim këte zhvillim që është absolutisht në interesin më të madh të vendit dhe kombit. Alban Tirana, përshëndetje doktor Berisha, e drejta vonoi, por fitove ndaj padrejtësisë sorosiane. Zoti Berisha, parlamenti me shumë socialist 2 herë e ka refuzuar genocidin serb në Kosovë. Zoti Berisha, kërkojeni përsëri kërkesën për rezolutën në parlamentin shqiptar. Nëse shumica socialiste nuk e aprovon, atëherë Rama dhe deputetët socialist për turpin e tyre të shpallen anti-kosovar. Faleminderit shumë Alban për sugjerimin. Vlerësoj absolutisht si anti-shqiptar qëndrimin e tij ndaj genocidit ciklik serb ndaj shqiptarëve. Ka historia nuk zhbëhet dot. Cili do që lexon masakrat e bëra nga vitet 870 gjerë në vitin 99, gjen jo një, por gjen disa akte të tmerrshme genocidin ndaj shqiptarëve. Por i kujtoj 2, jo këtë të fundit.
operacionin Patkoj, por i kujtoj këtu vitin 1912, kur ushtrit serbe u dymen që të shkonin drejt Vlorës dhe Durrësit për të penguar shpalljen e pavarësisë. Shqiptarët duhet ta dinë se ishin luftarët e Lumës, Hasit dhe Tropojës, që u përballën veçanërisht Luma. U përballën jo me një, po me disa divizione të hordhive serbe. Dhe e vërteta është njësi të mëdha të tyre në Kolosian dhe në zona tjera u shtruan në Kocka. U detyruan të tërhiqet. Në 2013 ata u rikthyen me një barbari që se kish parë toka. Një oficer madhor anglez që i shoqëronte shkruan se ato barbari që kryen serbët në Lumë nuk ishin përshkruar në asnjëherë në luftrat e mëparshme. Në Topojan ndezën mullarët e Barit dhe u midhin foshnjët nënave dhe i hudhnin në flakën e mullarëve. Në një fshat masakruan 400 sa banor, e tjerë. Dhe ky rast, Alban, në të gjitha traktatet e genocidit është i njohur si genocidi i Lumës, përveç se nga Edi Rama. Ndaj dhe ne kemi bërë fjalë për genocid ciklik, po masakra e Tivarit, kur pas lufta po përfundonte, kombet po çliroheshin, serbët për të mos pasur rezistencë nga shqiptarët, mblodhen mira e mira të ri dhe i sollën nga Morina në teritorin shqiptar, Puk, Shkodër, për t'i çuar afër Tivarit në një grop natyrale të madhe, të rrethuar nga të katër anët me mitroloza, ku u grinë në një natë miravet, por përveç kësaj, qindra të tjerë janë pushkatuar nga Morina, gjerët sa kanë kaluar lumin e Bunës në Shkodër. Dhe të gjitha këto, duke ju raportuar në Vërhoxh, dhe Edi Rama i din mirë këto, po Edi Rama i përket asaj familje, ndaj dhe ignoron genocidin. Dhe pastaj thot, vendi është i shejt. Ky vetëm adhe nuk ka. Ky është shtruar në këto kohë, po të më pyesni mua, nuk ka një armik më tegër Kosova se Edi Ramën, aq sa që ishte Enver Hoxha dhe më shumë. Raid Beqiri, a keni ndonjë plan konkret për ringritjen e PD-s me persona të papërfolur dhe të konsumuar në vite, duke qenë se tani nuk rrezikohemi më që të ham bar? Raif, faleminderit për pyetjen. Në qoftë se e ke ndjekur kuvendin, me qëllimin më të plot, më të thellë dhe më të mirë, e quajtëm kuvendi i ripërtritjes. Një gjë duhet të them, dhe duhet bjem dakord bashkë, se këto demokrate dhe demokratë, besoj se jemi dakord, kaluan një kalvar
të pamerituar që se ka kalu asnjë forcë politike. Në Europë, ndofta dhe me gjërë. Dhe se cili për i tyre mund të largoj nga rjeshti. Mund të thoshte se ose që më duhet mua, ose se unë jam tërhequr. Por qëndruan me besimin se kauza që mbronin ishte kauzë e drejtë dhe me besimin se binjen se Shqipëria duhet të ketë opozitë të vërtet. Do më lejoni të bëj një sqarim, edhe unë t'jeni të sigur që përpiqem t'u them të gjithë brendin e shpirtit tim ato që kam. Nuk jam kthyer në PD, në Partinë Demokratike, se më shpalli non grata Antony Blinken. Jo. Përkundrazi. I kam thënë Lulzim Bashës, Partia Demokratike nuk do të përzihet në asnjë çështje timen me administratën amerikane. Si tek i thashun po. Unë nuk e di se ai ishte nga Hoti, po. I thash e djalë fjalën e Hotianë, çfarë tha? Më me Zotit pushka e Hotit. Edhe unë këtë betejë do ta bëj vetëm. Ndaj dhe mos u përzjej, po. Tani, pse ndryshova? Se pash më vonë nga zhvillimi sa ishte një kukull e kontrolluar në të gjitha anët. Dhe pastaj unë atë s'mund ta pranoja kur. Opozita shtyllës e sovranitetit brendshëm të një kombi. Në qoftë se opozita nuk është e vërtet, shtylla e sovranitetit është e kalbur. Ndaj dhe u ktheva vetëm që të ketë vend një opozitë të vërtet. Dhe këta figura që thoni ju, këta ndoqen këtë ligj. Tani duke thënë këto, po të garantoj se të gjithë ne jemi të vetëdijshëm dhe ndaj dhe shpallëm kuvendin tonë si kuvendi i ripërtritjes. Besoj je dakord me mua, do ta pranojmë si një proces të pandalshëm dhe Antonio Ponde, Dr. Berisha, kur do t'i bashkoheni zërit e atyre çdo minutë unë jam në shesh dhe në mbështetjen më të madhe që unë mund t'i jep asaj proteste. Por, fizikisht unë nuk jam aty. Edhe nuk është vendi im aty fizikisht, sepse ajo është një protestë qytetare. Unë kam porositur për eras të gjithë antarët, drejtuesit e Partisë Demokratike që në atë shesh do t'jenë vetëm si qytetarë. Prania ime aty, dëmton, me vetdije ja u them, dëmton fibrën më të fuqishme të protestë, fibrën qytetare. E jep nuanca të panevojshme, le ta lam, ajo ka arrit një madhështi dhe unë mua më mbetet ta respektoj atë. Por pra kjo është arsyeja që unë nuk kam normen të shkoj, por ta mbështes atë me të gjithë forcën time. Nuk duhet të ajo është politike, po të themi nuk duhet të humbas karakterin e saj qytetar sepse ka rritur shumë dhe të bëjmë gjithçka të arrijë qëllimin ashtu siç është. Dajona Ruka, pas heqjes së pengesave për udhëtimin tuaj dhe të familjes tuaj në SBA, ende ka individ përfshirë ish demokratë të afërt me Lulzim Bashën,
që nuk e pranojnë këtë realitet dhe pretendojnë se bëhet fjalë për një vizë për arsye shëndetësore. Si e shpjegoni faktin që disa vazhdojnë që të mos pranojnë se mund të kenë qenë të gabuar që në fillim? Tani, u them që s'ja vlen të merremi shumë me ta, por ajo që çka unë ju garantoj ju, se njoftimi zyrtar që më është bërë mua, është se vendimi nuk përfshin vetëm Sali Berishën, por përfshin dhe familjarët e tij. Një lloj familjarët e tij. Dhe unë ky vendim zyrtar më është komunikuar nga organet zyrtare të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, qartë dhe prerë. Kurse për sa u përket këtyre njeranëve, të cilët çdo mëngjes përgatisin mëngjesin me gënjeshtrat e tyre. Dreken përsëri me trillimet e tyre. Darkën e mbyllin me mashtrimet e tyre. Këta janë qenje mjerane, fatkeqe, të zhveshur nga karakteri, nga digniteti. Zoti i mëshiroft. Agron Prendi, Zoti Berisha, urime për vendosjen e dinjitetit dhe moralit tuaj, por edhe të 500.000 votuesve, që duke e ditur që nuk fiton, por vendosën të qëndrojnë me të drejtën dhe të vërtetën. Pyetja ime është, kjo lëvizje popullore masive, a mund të përfundoj me përfitues majtistët, sepse gjithmonë nga hiçi kthehen në udhëheqës dhe përfitues kauzash të të tjerëve? Lëvizja aktuale, pa diskutim që ka, siç ka prani të qendrës djathtë, ka grupe majtiste, madje edhe ekstremistë. Por në një lëvizje qytetare, i dashur mik, kjo është krejtësisht e pashmangshme. Një gjë konstatoj, se ata që përpiqen, këto opozitë e opozitë që përpiqet ta akaparoj dhe manipuloj, pavarësisht nga momentet caktuara, pavarësisht e tjerë, ju garantoj se do të dështoj. Kjo është lëvizje e shpirtit qytetar të shqiptarëve dhe rinisë shqiptare, e fibrës tyre, e njerëzve që vranë frikën më shumë se asnjëherë tjetër dhe i kanë bërë kombit një shërbim të jashtëzakonshëm. Ja u them unë e them këtë me admirimin më të madh, i kanë bërë një shërbim të jashtëzakonshëm. Fatmir Topi, doktor, a mund të bëni me dije demokratëve se kur pritet të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike për zgjedhjen e drejtuesve të rinj të partisë? Fatmir, po pres me pa durim ta thrasim, por kemi patur një problem teknik që do zgjidhet jo me listat e me këto, po këtu në seli, dhe sa po të marrë fund, do ta thrasim Këshillin Kombëtar. Okej, kemi edhe një pyetje tjetër. Doktor, më ka bërë përshtypje Tantani. Më ka bërë përshtypje një parull në protest. Shqipëria dhe Italia nuk janë në botror. Këtu do na keni. Ju për cilën skuadër bëni tifo në këtë botror? Bukur. Unë gjithmonë bëj njerë këto ndeshjet e para unë nuk i shoh. Unë shoh nga fundi kur të fillojnë 8 ndeshjet e fundit. Deri aty ja u la të tjerë. Nuk jam tifoz, që ta të jemi sinqer. Jam me kombëtarën tonë, po të ishte ose të Kosovës, një lloj, kurse në këtë rast jam tifoz me atë që lot më mirë dhe atë që fiton. Jam gjithnjë admirues i futbollistëve të veçantë, të cilët më kanë ngel ose në një farë mënyre
ka ngel memorie që nga rinia ime duken si Supermanin në fush. Janë të afërt me Supermanin në fush dhe nga ajo kohë unë gjithmonë kam ngel i admirues i jo kaq shumë i ekipeve, se nuk jam shumë specialist, po i futbollistëve të veçantë. Okay. Këto ishin pyetje, doktor. Doni ta përmbyllim me diçka të fundit? Duhet ta mbyllim këtë bisedë duke u falënderuar së pari për pyetjet që ju bët dhe duke u ftuar ju që vendimin që mori Departamenti i Shtetit ta shndrojmë në një oportunitet, në një mundësi të madhe për forcën tonë politike në përmbushje të misionit të saj, rikthimit të votës së lirë dhe ndërtimit të një të ardhme që meritojnë shqiptarët në Shqipëri. Ndërkohë, përsëri lutja ime njerëzore dhe thirrja ime për çdo qytetar të Tiranës dhe Shqipërisë, ta mbështesim me të gjithë shpirt këtë lëvizje të pashembull qytetare. Kur ndonjëherë nuk është ngritur me kaq madhështi fibra e përgjegjësisë qytetare, e të rive shqiptar, qytetarëve shqiptar, fermerëve shqiptar si kësaj here. Ndaj dhe secili të pyes veten çfarë motivesh ka që unë të kundërshtoj këtë regjim, t'i bashkohet kësaj lëvizje dhe në mënyrë dijitoze të përmbysim këtë diktaturë autoritare, të rikthejmë Shqipërinë në rrugën normale, në rrugën drejt ardhmës. Faleminderit.